Kjo objekt komplet, që të 1430 kvadrat, kanë kushtu 1.5 milion. 1.5 milion. 1.5 milion euro. Deri çdo. Vetëm për me blejen, vetëm për me blejen. Pa, domethënë se normal që janë, domethënë si në Kosovë të vëshëa që thonë po tatimet. Këtu i ka dhe për shembull edhe notari, që do të aty kanë kushtuar 10.000 euro. Tatimet janë konë 62.500 euro vetëm që kemi ble këtë objektin. Prap se prap kemi pos aqë shumë kontribut mëdhaj në këtë aspekt, sikur financiarisht, por sikur për ndërtim. Financiarisht, për momentin, i kemi përhënduën 400.000 euro. 400.000 euro i kemi lo, i kena hopër edhe 1.1 milion i kena. Po, na jena një gjemot shumë i ri. Edhe ashtu është gjemoti këtu që vinë regullisht më falë, e kanë vullnetin, vinë vazhdimisht o të hypë antarësia, vjetë i kemi posën vetëm ofër 53-4 antarë, tash i kemi dupliruan, bilim edhe ma shumë, ofër 135 antarë për momentin që i regullisht paguin antarësien. Veç antarësijës ka posë edhe shumët mloja, që i kemi posën, dhe me thonë, edhe firmat mloja, dhe me thonë që i kanë vullnetin për shpinë e Zotit, për fejnë e Zotit me kontribu edhe ju vetëm antarësin, po edhe shumë më të mloja. Shka përket financimit, kena një vëshësit mëdhe, se Freiburgi halo se ka kuptu se shka imi të bo këto, por që ta patëm edhe dëshirë edhe juve më i kontaktuar që me morë vesh Freiburgi me rëthin, se si thash edhe porzit, shumë shqiptar këto, ka, edhe imi të mënu aqë ma shumë mi afru aty në dhe mi ka dzu se shka të ndodhë këto është qëfar qendra të nëreqen me gjithat që po mënu mi përfshinjen, edhe me ardhë aqë ma shumë me kontribu. Kapacitet Freiburgi ka shumë financiarisht, shka përket ndërtimit, aty ka shumë vllazni, ka shumë e firmat ndërtimit, shqiptarët në Freiburg dhe në rëthin shkarrok për ndërtimit tybe janë më të fortë se Gjermanë për momentin, por ata e kanë shprehë edhe shumë dëshirën, sikur për nxemje, sikur për izolim, sikur për kolëm, ata e kanë shprehë dëshirën kur tini gati na vina me kismet Zotit, se edhe na përcjellin na për rrjetet sociale, po edhe kina grupet ku ju i lajmërojmë. Po sy dhe mos edhe në bas t'juve, si e shojnë ata se ku jemi për momentin, i kena bo dhe disa tribuna ku i kena informuën se qëfar hargjime edhe qëfar nevuje kena vazhdimisht, por që ta është shumë dëshira jonë sa ma shumë me ardhën shqiptar me kontribu financiarisht për me kry këtë objekt.